Antarësia e KSZ-s ka kryer vepër penale me vendimin për rrëzimin e vetos së zëvendës ministrit të financave Kire Naumov, pasi që mandati i tij ka skaduar. Ky ishte komenti i liderit të LSDM-s Zoran Zaev pas përgjigjes negative të KSZ-s se ankandi për huazimin e 100 milion eurove nuk ka asnjë lidhje me zgjedhjet. Sipas Zaevit, KSZ-ja qëllimisht ka marrë vendim politik 24 orë para grupimit të ekipit të ri të KSZ-s. Prandaj Zaev paralajmëroi procedurë gjyqësore për vendimin e KSZ-s. Gruevski njëkohësisht u bëri thirrje bankave vendore që sot duhet të japin borxhin e ri 100 milionësh Ministrisë së Financave që të marrin parasysh interesin qytetar. Zaev ju tha bankave që këto para do të përdoren për manipulime dhe korrupsion zgjedhor, andaj duhet të mendojnë 2 herë para se të marrin vendim. Sipas tij, LSDM-ja do të vazhdojë të mbrojë interesat e qytetarëve, të gjeneratave të ardhshme dhe të Republikës së Maqedonisë. Do t'i shfrytëzojmë të gjitha mekanizmat demokratik dhe ligjor që të pengojmë çdo korrupsion zgjedhor, keqpërdorim të parave të qytetarëve për qëllime zgjedhore dhe huamarrje të re të qytetarëve, tha Zaev. Lideri opozitares LSDM Zoran Zaev ka riteksuar se partia e tij po lufton për medje të lira dhe të pavarura. Sipas Zaev, varfshmëria e mediave është rezultat i punës së pushtetit dhe se LSDM do të vazhdojë luftën për pavarësim të mediave, kriter i cili do të ndikojë drejt për drejt në kushtet në të cilat do të zhvillojnë zgjedhjet e prillit. Ndaj deklaratës së Zaevit ka reaguar VMRO-DPMNE. VMRO dënon tentativën për heqjen e lirisë së mediave dhe shprehjes duke i shpallur për armiq mediat. Multimilioneri Zoran Zaev dhe LSDM-ja sot zbuluan qëllimet që fshihen prapa propozimit fashist për ligjin e mediave. Mediat që kanë armik i Zaevit dhe LSDM-s, andaj partia duhet i laj hesapet me to, thuhet në reagimin e VMRO-DPMNE-s. Për bisedimet për mediat është prononcuar edhe zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocijancic, e cila pa dashur të komentonte deklaratat politike, theksoi se parsor mbetet epilogu procesit politik.